Bullgaria e gjen veten në një udhëkryq, ndërsa vendi përgatitet të miratojë euron në mes të një krize politike me opinionin publik të ndarndjeshëm midis shpresës për integrim më të lehtë në Evropë dhe frikës së humbjes së një pjese të identitetit kombëtar. Në rrugët dhe dyqanet e Sofjes, tranzicioni është tashmë i dukshëm. Çmimet për mallat e përditshme, nga frutat në supermarkete deri te shishet e verës, janë të shfaqura si në levën bullgare ashtu edhe në euro. Për disa, ky ndryshim përfaqëson lehtësi dhe progres, siç është Veselina Apostolova, një pensioniste nga Sofja, e cila tha se ishte e lumtur që euro mund të përdoret në të gjithë bashkimin evropian. Jo vetëm të moshuarit, por edhe të gjithë të rinjt mund të udhëtojnë lehtësisht duke përdorur euro në vend që të kenë nevojë të shkëmbejnë valutë, tha ajo. Ky mendim gjen johon në komunitetin e biznesit, ku Natalia Gadieva, pronare e shtëpisë së verës Dragomir Estate, e sheh monetën e përbashkët si një hap praktik përpara. Kjo do ta lehtësonte biznesin për një pjesë të madhe të ndërmarrjeve që operojnë në Bullgari, tha ajo, duke thënë se përfitimi i eliminimit të konvertimeve të valutave dhe përmirësimit të tregtisë do ta bënte operimin në zonën e euros shumë më të lehtë për të. Megjithatë, ky veprim ka shkaktuar edhe kundërshtim të ashpër. Protestuesit kanë dalë në rrugë duke valvitur flamë bullgare dhe duke mbajtur pankarta me simbolin e euros të hequr dhe mesazhe të tilla si për çfarë në duhet euro nëse humbasin Bullgarinë. Për kundërshtarët si pensionisti Emil Ivanov, çështja është thellësisht personale. Unë jam kundër saj, së pari sepse leva është monedha jonë kombëtare, tha ai. Së dyti, Evropa po shkon drejt shkatërimit, gjë që edhe presidenti amerikan Donald Trump e përmendi në strategjinë e re të sigurisë kombëtare. Ekspertët tregojnë për sfidat praktike që nxisin një pjesë të rezistencës. Ata kritikojnë fushatën e dobët të ndërgjegjësimit, duke vënë në dukje se njerëzit që jetojnë në zona të largëta mund të mos jenë përgatitur për ndryshimin dhe janë të prekshëm ndaj dezinformatave. Bullgaria është përpjekur prej vitesh të bashkohet me monedhën e përbashkët, por data e saj e pranimit është hyrë pjesërisht sepse nuk i plotësoi disa kritere jetësore, veçanërisht inflacionin. Këtë herë, vendi përmbushi kriterin e inflacionit, pasi si 12 mujor ishte 2.7% në prill, pak nën vlerën referuese prej 2.8%.